Faleminderit që zgjodhët të jeni të sigurt nëpërmjet shërbimit OneSafe. Në këtë video, do të njiheni me hapat e përdorimit të këtij shërbimi. Pasi të aktivizoni shërbimin OneSafe në dyqanet One, do të merrni një SMS në numrin tuaj të kontaktit me emrin e përdoruesit, fjalkalimin dhe linkun për akses. Klikoni linkun e portalit OneSafe. Vendosni kredencialet e identifikimit të marra me SMS dhe klikoni Hyr për të aksesuar portalin. Pas hyrjes, në faqen kryesore do të shfaqen elementët kryesor të mbrojtjes, si mbrojtja nga malware and phishing, kufizimi i internetit dhe monitorimi i aktivitetit të internetit në familjen tuaj. Tek seksioni i profilet, gjeni profilin e parazgjedhur, i cili ofron mbrojtje standarde për të gjitha pajisjet dhe anëtarët e familjes. Gjithashtu, edhe 3 profile të tjera për fëmijë, advance, adoleshent, standard, të rritur, basic. Për të redaktuar ose fshirë një profil, zgjidhni profilin dhe përdorni opsionet ndrysho për të riemëruar profilin dhe kliko ruaj për të ruajtur ndryshimet. Klikoni fshi për të fshirë profilin dhe më pas klikoni ruaj. Për të shtuar një profil të ri, kaloni në profile të shumë fishta. Klikoni shto profil të ri dhe vendosni emrin dhe gruposhën. Klikoni krijo për të ruajtur. Klikoni çaktivizoj internetin dhe zgjidhni periudhën e ndërprerjes. Klikoni tek profili me internet të çaktivizuar dhe zgjidhni lidhu përsëri. Hyni tek profili e më pas klikoni për të parë apo ndryshuar listën e kategorive. E më pas vijoni me bllokimin ose lejimin e kategorive sipas nevojës. Klikoni ruaj për të aplikuar ndryshimet. Ndryshoni kufizimet e kategorive të webit gjatë një periudhe kohore specifike. Përditësoni ditët dhe orarin, pastaj klikoni ruaj. Për të bllokuar ose lejuar një faqe web, futni URL-n dhe klikoni blloko ose lejo. Për të hequr faqet e listuara, klikoni hiq të gjitha. Klikoni plus, shto pajisje manualisht dhe plotësoni emrin e pajisjes, adresën MAC dhe profilin e sigurisë. Më pas klikoni vendos pajisje. Të gjitha pajisjet e reja mund të kategorizohen në profilet e sigurisë sipas ndarjes që ju bëni. Kodi përdoret për të anashkaluar faqet e bllokuara dhe për mbrojtje kundër malware and phishing. Shikoni ID-n tuaj të abonentit. Përcaktoni zonën kohore dhe gjuhën e portalit, anglisht ose shqip. Aksesoni faqen e ndihmës për më shumë informacion në lidhje me sigurinë dhe portalin OneSafe. Klikoni cilësime, fshi të dhënat, zgjidhni elementet për të fshirë dhe klikoni fshi.